Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 28, data 28 tetor të 2025. Duket se është një ditë që jep shumë rëndësi momenteve dhe ajo çka neve jemi dhe duam të bëjmë. Është shumë mirë që t'jesh artist, por artist duhet t'jesh brenda në shpirtin tënd. Që nëse je artist në shpirt, atëherë të do edhe ata që ju ndjekin. Atëherë, ato që ndjekin, duhet që në lidhje me punën, në lidhje me atë çka bën, tjetri të vlerëson. Dhe është vlerësimi, nuk është ajo që duket sipërfaqësore. Pra, është dita ku çdo gjë peshohet, vlerësohet dhe më pas jepet verdikti. Verdikti do të jetë pozitiv dhe jo negativ. Kjo ditë pikërisht është një ditë ku Mërkuri nga Akrepi formon një trekëndësh me Neptunin tek Peshqit. Ky është një kënd që tregon intuitën, instiktin e fortë, frymëzimin, artin, imagjinatën, zgjuarsinë, kreativitetin dhe shumë gjëra të tjera. Por ka dhe tendenca për të bërë një xhiro të vogël, një udhëtim të përqetësi. Këtu ku përfitojnë gaforret, akrepët dhe peshqit, që mund të përfitojnë diellin në ascendente që kanë këto shenja. Po pse shenjat e ujorit edhe dje ishin shenjat e ujorit? Apo shenjat që lidhen shumë me peshqit, pra janë ajri dhe shenjat e ujit, që dominojnë për sa përket kësaj fillimjave. Ndikimet që kanë të bëjnë, mundësitë që jepen pikërisht të datës 28, na jep mundësinë dhe kohën e duhur për të zgjidhur çdo lloj problemi që neve kemi apo çështjet që neve na rrethojnë. Por para se të fillojmë me parashikimin e 12 shenjave zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve teleshikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të parashikimi të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar mbi gjithçka juve ju intereson. Duke blerë paketën tuaj dhe numrin për katës të blerjes, shkoni direkt tek ai kuadrat i vogël që është sekretaria, vendosni të dhënat atje dhe më pas jeni gati për gjithçka juve ju intereson për të folur bashkë pastaj në çdo aspekt të jetës suaj. Dhe lëm një orë të caktuar në WhatsApp, Viber apo nëpërmjet telefonit. Por juve që doni që në kohën që neve jemi drejt për së drejti, që kjo do të thotë live, dhe juve dëshironi të dërgoni një mesazh, atëherë kemi pikërisht këtë butonin këtu. E klikoni dhe në kohën që klikoni, ndiqni hapat që jeni të sigurt dhe më pas dërgoni mesazhin dhe merrni drejt për së drejti përgjigjen. Tani, pa humbur kohë, do fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjen e parë, që është shenja. Por ju të shenjës së Dashit, meqense Dashi pak a shumë di ku janë kufijt, di çfarë do dhe ku do të shkojnë. Mundësitë janë mjaft mbara, duke pasur parasysh çështjet ekonomike, financat dhe zhvillimet e reja që vijnë. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me Luan dhe Bricjap të ditëçit të tretë është diçka pozitive, edhe pse me disa probleme, por janë probleme mjaft të zgjidhshme. Prandaj mund të trokisni, sepse gjërat që ndodhin, mundësitë që jepen, mund të trokisni për arsye sepse fjalët që fliten në këto shenja, juve keni një njohje, keni një lidhje, dhe dëgjoni fjalë që nuk i dëgjuar më parë, dhe thonë mbase kështu është. Prandaj ju them, trokisni me njeriun tuaj të zemrës, që të flisni për hapur me njëri tjetrin dhe të zgjidhni problemin që mund të krijohet. Sepse nga hiçi ju garanton një organ nuk krijohet. Gënjeshtra shumë shpejt del mbi sipërfaqe. E drejta triumfon. Dhe kjo do të thotë mundësi dhe gjithmonë e drejta është shumë e vështirë. Dhe nuk diskutohet që gënjeshtra është e ligë. Dhe ligështia nuk ka se si të triumfojë përveç se drejtësisë, dhe drejtësi përfiton gjithçka. Prandaj mos besoni çfarë thotë dynjaja.
Do shkojmë tek shenja tjetër tani, do shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e demit. Me këse demët kanë suksesin në brendësinë e tyre, në fushën e karrierës së tyre, në fushën e punës së tyre, në fushën e biznesit dhe të gjërave të tjera që diktojnë dhe ndikojnë. Momenti dhe koha që ka të bëjnë tani e tutje është një mundësi shumë e artë dhe tepër pozitive në lidhje me realitetin, në lidhje me ndryshimet, në lidhje me ndikimet të mëdha që kanë të bëjnë, dhe është një mundësi shumë e mirë tani e tutje, ku gjërat do të keni mundësinë për të zgjidhur çështjet problematike, do të keni mundësinë për të zgjidhur disa çështje që keni me punën tuaj dhe me karrierën, por vjen një moment tani që nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar, sepse disa gjëra do të ndikojnë dhe kjo bën që juve të jeni shumë pozitiv në lidhje me anën ekonomike, në lidhje me disa ndryshime që do të keni, dhe kjo bën që juve të esni përpara në çdo aspekt të jetës suaj. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, sepse do ta zgjidhni problemin tuaj nëse keni pasur ose doni që të keni diçka të re në punën tuaj. Kjo është diçka shumë e mirë dhe tepër pozitive për nisma të reja. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me virgjëresh dhe me peshk është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e binjakëve. Çfarë ndodh me binjakët? Për binjakët do thosha që ka diçka shumë të madhe në lidhje me ndikimin, në lidhje me anën ekonomike financiare, në lidhje me një çështje biznesi që lidhet shumë, që ka të bëjnë me ekonominë dhe stabilizimin e saj, por ka të bëjnë dhe me disa takime shumë të rëndësishme, dhe vetvetiu gjëra do vinë gradualisht në anën tuaj, duke pasur parasysh sidomos në ekonomi, sidomos në lidhje me disa çështje ekonomike financiare, por gjithsesi duhet të pa kujdes mos u nxitoni në vendime që do të merrni, dhe kjo bën që për arsyen e një çështje madhore ekonomike do të zgjidhet pikërisht tani. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dashje të diçit të parë, me peshore të diçit të tretë, është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e gafores. Përse përket gaforeve, duket se gaforet tani për tani, jo se kanë një problem ose kanë diçka që nuk shkon, ose duket në plan të parë që diçka mund të mos jetë ajo çka prisni juve, por është një gëzim shumë i madh, sepse edhe me çështjet e punës, edhe me gjërat që do të ndikojnë në lidhje me anën ekonomike, në lidhje me një takim mjaft të rëndësishëm, dhe me sa duket është koha juaj, është vendimi që do të merrni, dhe ky është një vendim shumë i rëndësishëm, prandaj mos u shqetësoni fare në çështjet e punës suaj, në çështjet e karrierës suaj dhe periudhës kur ndodhin fenomenet. Mbi çështjet që kanë të bëjnë me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me akrep dhe me ujor duket të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e luanëve. Për luanët duket se tani në këtë periudhë është një periudhë që vërtet keni mundësinë, vërtet keni momentin dhe kohën e duhur për të marrë zgjidhje në një problematikë që keni pasur në fushën e biznesit tuaj, por kjo nuk do të thotë se ka probleme, sepse e zgjidhni pikërisht tani. Është një moment shumë i mirë dhe tepër i mbar në ekonomi, tepër i mbar në ato çka juve pretendoni dhe kërkoni, por gjithsesi është periudha mjaft e mirë në lidhje me çështjet e financave dhe zgjidhjes së problematikave. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me binjak dhe me shigjetar duket në para. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e virgjëreshës. Për virgjëreshat duket se tani për tani jo se kanë një gjë që një problem, ose madje mund të flasin ndryshe, mund të kuptojnë ndryshe për punën e tyre, për karrierën e tyre, po është një mundësi shumë e mirë tani në lidhje me punën aktuale, në lidhje me ndryshimet që ata kanë, në lidhje me mundësitë që do t'ju jepen tani atutje, por njëkohësisht është dhe momenti i duhur për të bërë zgjidhjen e duhur në ekonomi dhe në vazhdimsi. Gjithmonë virgjëreshat kanë atë momentin e duhur, por gjithsesi është koha dhe momenti i duhur që të ndikojnë dhe të ndryshojnë në anën e tyre. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me bricjap dhe me binjak është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshores. Për sa përket juve të shenjës së peshores, edhe pse me problematika të ndryshme,
një vëmendje do të bëjnë nga ditë e djeshme, që kemi thënë që kanë të bëjnë shumë në lidhje me punën e tyre, në lidhje me ndryshimet e tyre, në lidhje me ne them gjithmonë në rënje mqafë, në fakt, por peshorët, nëse të flasin në çështjet ligjore, kanë pasur shumë probleme, por nga ndonjëherë bëjnë der dhe gjejnë që der. Duhet të kenë shumë kujdes, madje vëmendje më tepër në fushën e ligjit, ata që kanë lindur rreth datës 7, 8, 9, 10, 11 tetor, do të jenë shumë kujdesshëm në këtë drejtim. Nëse kanë probleme ligjore, kanë probleme të çështje të mëdha që ndikohen shumë, sepse shumë raste bien viktime vetvetes së tyre, është mirë që të trokasin, sepse këto ditë, që varet individ pastaj kur ka ndodhur fenomeni, çështjet që kanë pasur më përpara, mu zgjidhur për shembull 2023-2024, gjëra të kësaj natyre, sepse do dalin disa gjëra mbi sipërfaqe ku mund të zgjidhet nëse trokasin, sepse kanë dhe kohën e duhur të tyre. Pra, është dhjetëdiçi i dytë dhe fillimi i dhjetëdiçit të tretë. Në këto data që unë thash, duhet të kenë të kujdesshëm, të vëmendshëm në çështjet shpirtërore, jenë zgjidhje, por nëse pastaj varet në individ. Në lidhje me ndikimet që kanë të bëjnë në lidhje me çështjet madhore që kanë në fushën e karrierës së tyre, në fushën e biznesit të tyre dhe jo vetëm, është një mundësi tani që në lidhje me dashurinë duket se kanë pasur disa problematika të ndryshme, keqkuptime, por do t'i zgjidhin. Peshorët në përgjithësi duket se kanë të bëjnë me gafore dhe me ujor të dhjetëdiçit të tretë, kur është një moment mjaft i mirë dhe pozitiv për zgjidhur problemet. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e akrepëve. Për sa i përket akrepëve, meqense akrepët tani e tutje mund të mos jenë shumë, kanë dilemat e tyre në fakt, por gjithsesi kjo është një periudhë mjaft e rëndësishme, japin rëndësi asaj çka ndodh, asaj çka bëhet, por në anën tjetër është një moment mjaft pozitiv, sepse akrepët dinë të zgjedhin mirë, dinë të bëjnë ato që dinë mirë ta bëjnë, ta realizojnë, por dhe koha ka treguar që ju jeni me shumë fat në këtë aspekt dhe keni kohën e duhur, momentin e duhur për të bërë zgjidhjen e duhur në çështje shpirtërore. Në lidhje me takimet, lidhje me bisedimet dhe çështjet e rëndësishme ka të bëjnë shumë në ekonomi dhe në stabilizim. Gjithçka shkon mbar dhe gjithçka arrihet fal zgjuarsisë dhe maturisë suaj. Megjithatë, në çështje shpirtërore lidhje që kanë të bëjnë me peshk dhe me luan duke në para. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e shigjetarëve. Për sa i përket shenjës së shigjetarëve, duket se kjo periudhë vërtet dikton në një farë mënyre, kur është dhe momenti më i mirë i mundshëm në lidhje me stabilizimin, në lidhje me kuptimin e plotë të gjërave të mëdha, gjërat më madhore që ata kanë, dhe momenti që është mjaft surprizues, konkretizues në ato çka bëjnë dhe në momentet që ata kanë dhe periudhën që ndodhin çështjet ekonomike, financiare, është një mundësi shumë e mirë tani duke zgjidhur problematika, duke pasur parasysh anën ekonomike dhe jo vetëm në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dashnë e dhjetëdiçit të parë me virgjëresht e dhjetëdiçit të tretë janë gjërat mjaft pozitive dhe jo problematike. Gjithmonë shqiptarët kanë një moment shumë të mirë, sepse shqiptarët gjithmonë kanë pasur dhe kanë në ekonomi, kështu që nuk është vend për të shqetësuar por për të gëzuar. Vijojmë tek shenja e radhës që është britsjapi. Për britsjapët duket se kjo periudhë është një periudhë ku gjërat do të ndikojnë, do të ndryshojnë shumë gjëra në ekonomi, në stabilizime, në gjëra që do të keni mundësi në lidhje me punën tuaj, në lidhje me një çështje financiare më tepër, por nuk ka vend për të shqetësuar këtu sepse do ta zgjidhni problemin tuaj dhe një problem që keni pasur ju të qenë se britsjapit po bëni disa ditë që përflitet shumë, por nuk ka vend për të shqetësuar në këtë aspekt sepse me sa duket gjërat janë në performancë më të mirë të mundshme dhe këtë mund ta zgjidhni dhe nuk lë vend për të dyshuar sepse i keni të gjitha mundësitë e arta në ekonomi dhe në stabilizim. Në çështje shpirtërore lidhje që kanë të bëjnë me dëmt të dhjetëdiçit parë dhe me peshore janë të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e ujorit. Për ujorën, në fakt, duket se në lidhje me çështjet e punës, në lidhje me disa takime, me disa takime që janë të rëndësisë së veçantë dhe kjo bën që juve të jeni shumë korrekt me veten tuaj, shumë korrekt me atë çfarë juve kërkoni të bëni dhe pikërisht është ky moment tani. Është momenti më i mirë i mundshëm, është momenti i artë që do të zgjidhni çështje problematike, do të zgjidhni gjëra që ishte shumë vështirë më përpara të zgjidheshin, por ujorët nuk e vënë shumë në
në peshore gjëra, sepse din shumë mirë çfarë bëjnë, por megjithatë duket se koha ka treguar që jeni me shumë fat dhe jo vetën. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me binjak dhe me akrep duket të para. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e peshqeve. Për sa përket peshqeve, duket se ka të bëjnë shumë në lidhje me takime, në lidhje me vendime, në lidhje me çështjet ditore, do ta thosh unë, por megjithatë disa çështje që kanë bëjnë me ekonominë kanë dhe do marrin zgjidhje, nuk është vend diçka që shqetësoheni ose nuk e keni mundësinë. Mundësitë janë të mëdha dhe kjo do të arrihet, maturisuaj sepse dini shumë mirë çfarë bëni, dini mirë ku do të shkoni. Kjo nuk lidhet fare me problematika, por gjithsesi është kjo një periudhë mjaft e mirë dhe stabilizuese në punën tuaj. Në dashuri duket se me gafore dhe me shigjetar duket se gjërat janë të mbara. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj dite kaq të rëndësishme dhe tepër ideale në lidhje me çështjet e parashikimeve të kësaj dite të datës 28 tetor të 2027. 2025. Kanë kështu. Para se të ndajmë bashkë, unë kujtoj edhe një herë për gjithë juve teleshikues që dëshironi një parashikim të detajuar, atëherë kemi pikërisht këtë faqen këtu, e klikoni, e shikoni dhe pastaj jeni gati për të dërguar mesazhin për të marrë drejt për së drejti përgjigje nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Për juve që doni që në kohën që jemi live, atëherë mund të klikoni dhe të shikoni me një hapa të rëndësishme dhe duke dërguar mesazhin dhe merrni drejt për së drejti përgjigjen. Nga unë Ropulla, ju uroj një ditë sa më të mbar. Gjithë mirat.